Nuk ka aromë më të bukur se aroma e nanës. Atëhere, hajde ta ndëgjojnë atë qëtë video, që ka thonë hoxha i nderuar Shevqet Krasniqi për këtë pjesë, pastaj i kam do fjalë. Ke kujdes, mos uftaf, mos e shkëpot lidhet me nanën, sepse përderisa ki nanën gjallë, e ki derë një derë gjenetit qelë, ku të dëllë që kanë nana me jetu, ti dhe me shku nanës për mas, me gjetë nanën, me taku nanën, me përqafu nanën, më qmalë me nanën, mjani, aromen e nanës, aromen e nanës. Nuk ka aromë më të mirë në dynja, nuk ka lule që ka aromë të bukur sa arome e nanës. La ilaha, nuk ka. Andaj lëmej që ka nanën gjohë. Prandaj, mos e lëndë nanën tonë kër, sepse njerit që ta dënë të mirën mas shumë din këtë botë, mas Zotit madhërum, është nana. E prandaj, kujdesu për to sot është gjallë, mboje afër vete, mos e dërgë në për domat plegjë. Leje ti që ka mundet me thonë nusja për shembull, se ka të lifar nusi që mundohet me çdo kush më t'i largu prindrit. Por cilat thët që ashtu me njëherë veç ja qelë derën, sepse nana ishte ajo që t'ka mbajt, e t'ka rrit, e t'ka pru deri që tu ku je. Mundohu me i dal hakësh për ato senet që i ka bo për ty, sepse Allahu i madhëruar do të shpërblejnë në tëna mënyrat e mirat mëndshme. Prandaj thojnë që në këmbët e nënës është xhenet, e ti mundohu me i dal hakësh, sepse e dim tonë që nënës edhe babës nuk mundëm jo dal hakësh kur, po mundohu me qaq sa ki forcë, e ju rujt ilu me Allah për i çdo të keqe.